Zoti Qori, si ju duket puna e SPAK për vitin 2025, një përmbledhje shkurtër, po dhe në sfondin politik. Do ta them, sigurisht e vlerësimin tim për SPAK-un, po kryesorja është që SPAK-u ka nxjerrë sipërfaqe atë që unë e quaj smundje degenerative të shtetit shqiptar. Në korrupsioni ka rritur deri në atë pikë sa që vërtet ka qenë e papar në dekada, mos them në krejt historinë e shtetit shqiptar. Kur vidhet kaq shumë, kur vidhet duke rrëmbyer persona, dhe mos harroni diçka, personi i rrëmbyer sot është gjallë sepse ka pranuar presionin, po të kishte rezistuar. E si o thënë, nuk tërhiqem, do e kishin hequr qafe, do ta gjenim copa-copa, po ta gjenim ndonjëherë. Nëse në vendet më të këqija të Amerikës Latine. Fakti që përflitet për grupe kriminale, për grupe halabakësh, cilët jo vetëm përcaktojnë tendrat e shtetit, çohen nga 2-4, sikur të jenë milionat e eurove karamele. Fakti që këto grupe kriminale përcaktojnë ministra, madje kërcënojnë dhe të rrajnë ministra, tregojnë që këtu shteti, kuptimin e institucioneve ekzekutive të paktën, është tërësisht i degeneruar. Unë mund të bëj një paralele në histori me një rast ka qenë gruaja e një presidentit Filipineve, Ferdinand Marcos, në vitet 80, edhe ai ishte përveç se diktator, funde krye i korruptuar. E ngarkuan pastaj amerikanët për ta shpëtuar. E shpëtuan amerikanët në 1984 me çuar Havaj, por populli i msyu pallatit presidencial edhe çfarë gjeti në pallatin presidencial. Ylli më dëgjoj, çfarë gjeti në pallatin presidencial populli i Filipineve? Gjeti garderobën e zonjës Marcos, Imelda Marcos, që kishte thoni 3000 kpucë, 3000 palë kpucë, edhe mbaje kjo si shenjë e 3000 palë kpucë. 3000. Po mirë, kpucët madhe me palë. Pra 3000 palë kpucë gjetë në garderobën e saj dhe kjo mbaje si shenjë e korrupsionit, e lakmisë, e grykësisë, se fundja të zhdreqin i dojë njëri 3000 palë kpucë. Tani u bëja një llogarisë ku ato kpucë kushtonin nga $100, i bie që nuk kanë qenë shumë se $300.000, ndërkohë që zonja Balluku, Imelda Marcos, ynë ta themi kështu, po përflitet se ka 300 apartamente. Po kuptoj, kemi kaluar nga 3000 palë kpucë në 300 apartamente. Pra, minimalisht 30 milion euro. Po, unë e dëgjoj në sferën publike, se dosja nuk është publikuar e plot, po e dëgjoj në sferën publike dhe nga personazhet gazetarinë dhe nga personazhet politikës, dhe nuk do më çudiste sikur të ishte e vërtet kjo. Pra, 300 apartamente në një vend ku... Nëse nuk është e vërtet, pastaj është problema. Shpërlarja e parave, korrupsioni e gjithçka tjetër ka marrë fera uratën. Nga ana tjetër, këtu, siç thash, ka degraduar shteti deri në pikën që asnjë nga strukturat e ekzekutivit nuk ka minimumin e peshës. Pra nëse halabakët ty të heqin ministra, nëse halabakët ty të kërcënojnë ministra, do të thotë që ti nuk ke shtet, ti nuk ke ndarje kompetencash. Ti ke vetëm njëri aty në krye që ka gjithë pushtetin ekzekutiv dhe vendosë për ministri vetëm sekretarët e tij. Këtë degenerim shtetit shqiptar, meqense përpiqem ta hulumtojnë çik historinë e Shqipërisë, unë mund t'i bëja një paralele vetëm me vitin 1939. Ti e di shumë mirë që në 1939-ën Italia pushton Shqipërinë në 7 prill, po në 7 prill rrin në Itali ambasadori i fundit që Zogu kishte dërguar, një farë generali Serreqi, të cilit Galeazzo Ciano e pret aty dhe thot Shqipëria u pushtua. Çfarë do bësh ti? Ai pa pikën e turpit e pranoi pushtimin, dhe jo vetëm kaq, por i kërkoi Cianos, i kërkoi Galeazzo Ciano, tha nuk pata mundësi të thyej lekët këtu tha në stacion, tha, a do kishe lek për mua. Pra, ky ndoshta do të ishte momenti më i keq i mundshëm i tamam i degenerimit të shtetit, dhe këta që janë son pushtet nuk janë më mirë se ai Serreqi. Sikur ta pushtonte njëri Shqipërinë sot, këta jo vetëm ta pranonin si pushtim, por këta do kërkonin edhe pjesën e tyre. Prandaj po them që korrupsioni vjen një pikë që përveç se na vjedh, degeneron komplet infrastrukturën e shtetit shqiptar. A mendoni, zoti Qori, që ka faktorë të tjerë që kanë vënë në lëvizje SPAK-un, të shumtë janë ata që aludojnë se mbrapa veprimit të SPAK-ut, po i dua shkurt këtë, janë amerikanët. Tani që amerikanët dhe evropianët kanë qenë ata që kanë themeluar SPAK-un dhe GKK-n me gjithë ndikimin e tyre, kjo nuk ka pikën e diskutimit. Sa askush nuk e beson Ramën kur thot ka qenë iniciativa ime edhe unë bëra reformën drejtësi, dhe tani këto institucionet drejtësisë po fusin burg gjithë bashkëpunëtorët e Ramës dhe kanë përshtypjen po rrezikojnë edhe Ramën vet. Pra që ka pasur në themelim të SPAK-ut edhe të GKK-s ndikim perëndimor nuk ka pikën e diskutimit. Çfarë po ndodh sot, unë nuk di ta them sepse nuk bëj dot teori konspirative. Ama ajo duhet përsëris atë që po thoja pak më herët. Ne nuk mund ta presim zgjidhjen e çdo problemi politik nga institucione jashtë politikës dhe jashtë shoqërisë. Nuk ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur në Panama. As me Amerikën. Agronin e thirrën ata dhe ja shkelën syrin. Sekond. Nuk ka për të ndodhur. E thirrën në pritje. Nuk ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur në Panama para një 40 vjetësh, ka qenë një diktator aty. Noriega, Manuel Noriega, që amerikanët e morën me helikopter
edhe arrestuar. Nuk ka për të ndodhur kjo. Më kupton? Nuk ka për të ndodhur që faktor madhor do i zën pritë Ramës jashtë kryeministrisë dhe do ta arrestojnë, kushdo qofshin ata. Kjo gjë ka për të ndodhur ose prej zhvillimit logjikshëm të punës së institucioneve drejtësisë Shqipëri, ose prej popullit që ngrihet protesta madhore dhe Ja, 99.7% janë cila të nuk ndodh. Cila nga këto? Ja, po ta them unë. Që Spaku Ja, po të themi provë. Po. Po të jap një provë. 99.7% e drejtësisë nuk është Spaku. Spaku është vetëm 0.3%. 99.7% e shoqëria shqiptare është Kanë probleme tjera, po. Jo, kanë probleme pa administrimi numërta. drejtësisë- Dhe nuk e zgjidhin dot. Se për mua i që Spakun se mua Çështja është po pse më a vajti Fatmir Mediu ose këta që kanë vajtur në Spak është halli për mua. Është halli i njerëzve mua. Nuk zgjidhin dot një problem kanë 30 vjet. 99.7% reforma në drejtësi ka rënë. Nuk është bërë për popullin. Dakor, Spakun po i quajmë gjëja më shkëlqyer që është bërë. Po 99.7% është sepse kaos ka qenë produkt i korrupsionit, Amerika thon këta me. Agroni thot Amerika. Kjo është çështje. Është çështje, është çështje lidhur. Reforma. Po s'është në favor të reforma ka dështuar. Po jo, po një është reforma. Reforma në drejtësi një është zotëri. Ti nuk shkon dot. Se ti e ke për Spakun sot. Për Spakun ma për Spakun. Po ta them unë po përpiqem ti them një gjë zotërisë. Që në qoftë se nuk është për 99.7% drejtësia reforma ka dështuar zotëri. Qoftë se nuk është për 99.7%. Ka probleme agron. Sistemi gjyqësor sa duhesh o burr, po. Edhe prokuroria dhe sistemi gjyqësor. Po dakor, po këto kanë qenë produkt ndër vite. Po është 99.7%. Janë gjithë problemet e popullit shqiptar. Çfarë rrezikon Rama me shok? Që kuptojmë sa do rezistoj dhe çfarë do bëj. Çfarë rrezikon? A rrezikojnë pushtetin politik? Po. A rrezikojnë pasuritë e vendosura në mënyrë të palishme? Po. A rrezikojnë lirinë? Po. Pra njëri që rrezikon pushtetin politik, pasurinë dhe lirinë është i gatshëm të bëjë gjithçka. A ka aleat tjerë në spektrin politik shqiptar Rama që rrezikojnë në mos pushtetin politik se nuk e kanë parat e vëna në mënyrë të palishme dhe lirinë? Ka sa duash, ka të parin Sali Berishën. A kanë Rama me Berishën fuqin parlamentare, shumicën e cilësuar parlamentare për ndryshuar kushtetutën dhe për ndryshuar edhe ligjet e reformës në drejtësi? E kanë. A kanë jo vetëm interesin, jo vetëm mundësin, po edhe interesin për ta bërë këtë gjë? E kanë. Pra është krejt e mundshme që për të shpërtuar lëkurën e tyre. Dhe sot Rama rrezikon lirin, pushtetin dhe parat të jenë të gatshëm të bëjnë gjithçka. Bashkë me opozitën. Po patjetër më bashkë në radh parë me Sali Berishën, se e ka aty, janë si shok burgu një farë kuptimi. Më tha të Orlando Balla të Feziu. E tha? Do e bëjmë, dhe janë bashkë për reformën në drejtësi, janë bashkë për reformën zgjedhore, janë bashkë për reformën territoriale. Romunë e kuptuar në momentet që kishim bërë një gabim ta, të reforma dhe rregulluar gabimin. Ka rregulluar edhe valim aty që thotë. Nuk ka. Vendi më i korruptuar i bëhet.